Me ishte Zotit do të lexoj diçka nga fjala e Perëndis, jemi në letra e 2 të Korinthasve, kapitulli 5, nga vargu 11 do të lexoj vëllezër. 210 faqja, letra e 2 të Korinthasve, kapitulli 5, nga vargu 11. 10 vargje vëllezër, aleluja. Duke e njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia. Dhe unë shpresoj se edhe në ndërgjegjet tuaja të jemi njohur. Sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten ndaj jush, por ju japim rastin të krenoheni për ne, që të keni çfarë t'ju përgjigjeni atyre që krenohen me dukje e jo me zemër. Sepse nëse nuk jemi në vete, jemi për Perëndinë. Dhe në qoftë se jemi me mend në kokë, jemi për ju. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse duke arritur në konkluzionin se në qoftë se një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur. Dhe se ai ka vdekur për të gjithë, me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Prandaj tash e tutje ne nuk njohim me askënd sipas mishit, por edhe sikur ta kemi njohur Krishtin sipas mishit, nuk e njohim me ashtu. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bën të reja. Dhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia që na pajtoi me veten përmes Jezus Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit. Sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin, duke mos u numëruar njerëzve fajet e tyre, dhe vuri ndër ne fjalën e paqëtimit. Ne pra bëhemi lajmëtar për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh. Dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit, pajtoni me Perëndinë. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, atë që nuk e njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Amin. E falenderojmë Zotin vëllezër për fjalën që Zoti na jep. Gjithçka motra vëllezër që lexuam ka të bëjë me veprën e madhe të Perëndisë, me atë vepër që Perëndia e deshi kaq e shumë botën, sa dha të vetëm lindurin bir Jezus Krishtin, që kushdo që beson në të, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Kjo është vepra e Perëndisë vëllezër për shpëtimin e çdo njeriu që beson në Perëndi. Dhe Zoti motra vëllezër veproi në çdo zemër vërtet që pajtohet me Perëndinë, që kërkon Zotin, bën vepër në atë zemër Zoti, e ndryshon, e bën atë zemër një krijesë tjetër. Kjo nuk ndodh motra vëllezër, aleluja, me ligje. Kjo ndodh nëpërmjet Perëndisë, vullnetit të Perëndisë. Ai që e do Perëndinë,
Perëndia dha për të birin e vet që ai të shpëtohet. Ai që e do vërtet Perëndinë, vëllezër, aleluja. Nuk do të humbasë, thot Zoti, por do të ketë jetë të përjetshme. Sepse njeriu nuk u krijua që të humbasë. Njeriu nuk u krijua që të jetojë disa vite, motra, aleluja, dhe pastaj të vdesë. Dhe ne këtë e pamë me Jezus Krishtin, që u kryqëzua për ne, dhe ditën e tretë u ringjall, motra dhe vëllezër, aleluja. Për këtë shpresë të madhe në njeriu, që njeriu të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Unë e munda botën, tha Jezus Krishti. Edhe ju do ta mundni. E mundi vdekjen, sepse në të nuk kishte mëkat, thot motra vëllezër, aleluja, por në të u mblodh gjithë mëkati i njerëzve, që të gjithë ata që do të shohin këtë flijim, të shpëtohen. E falenderojmë. Kjo është vepër që e bën fryma e Perëndisë, vëllezër, lavdi emrit të shenjtë. Duke e njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia. Duke patur, thot motra dhe vëllezër, frikën e Perëndisë, ne i bindim njerëzit, ju flasim njerëzve, i bindim. Si binden, motra dhe vëllezër? Me fjalë? Jo, me këtë ndryshim që Perëndia ka bërë në jetën tonë. Ne i bindim njerëzit, jo me fjalë mbushamendse, motra dhe vëllezër, aleluja, por me vepra. Dhe kjo vepër është vepër e Zotit që ka bërë në jetën tonë. Prandaj njerëzit i bindim. Si mundet, motra dhe vëllezër, thot dikush, ky njeri që ne e njihnim ndryshe, tani ka ndryshuar dhe është ndryshe, sillet ndryshe? Kjo është, ne i bindim njerëzit. Jo me fjalë, por me atë vepër që Perëndia ka bërë në jetën tonë. Dhe jemi njohur nga Perëndia. Tregojmë që vërtet Perëndia ka vepruar në ne dhe na ka njohur, na ka pranuar dhe na përdor Perëndia për këtë vepër, që njerëzit nëpërmjet nesh të binden që Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja, është dashuri. Që Perëndia të do dhe ty. E falenderojmë Perëndin. Ashtu siç veproi në mua dhe bëri një krijesë tjetër, ashtu Zoti Perëndia vepron dhe në jetën tënde. E falenderojmë Perëndin. Njerëzit shohin tek ne, thot motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndinë. Ka njerëz të tillë? Si mundet, motra dhe vëllezër, dhe bota dërgjet, thot motra dhe vëllezër, e gjitha në mëkat. Si mundet që sot të ketë njerëz të tillë pa mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja? Ne i bindim njerëzit sepse Perëndia vepron në ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ata në ne shohin dorën e Zotit, motra. Kjo s'mund të ndodhë njerëzore. Shumë duan të ndryshojnë, por nuk munden, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk mund të ndryshojnë dot nga gjendja që ata janë. Po mos ndryjë Perëndia. E falenderojmë Zotin. Dhe unë shpresoj se edhe në ndërgjegjet tuaja të jemi njohur. Që do të thotë me atë që shihni në ne, në ndërgjegjet tuaja të jemi njohur si njerëz të Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Si njerëz që Perëndia ka vepruar fuqishëm në ta. Që kudo që të shkosh,
të shkosh të flasësh, motra dhe vëllezër, aleluja, me këtë pushtet të Perëndisë. Si një njeri I njohur nga Perëndia, dhe ata e shohin këtë gjë në jetën tënde. Dhe në ndërgjegjet e tyre vepron, motra dhe vëllezër, aleluja, përsëri Perëndia nëpërmjet nesh. Sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten ndaj jush, por ju japim rastin të krenoheni për ne, që të keni çfarë të përgjigjeni atyre që krenohen me dukje dhe jo me zemër. Shkoni me vëmendje, vëllezër, sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten ndaj jush. Ne nuk rekomandojmë, motra dhe vëllezër, veten tonë ndaj jush. Por këtë që shihni në ne, motra dhe vëllezër, shfaqim fuqinë e Perëndisë në ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ne këtë rekomandojmë në ju. Njiheni edhe ju Perëndinë, sikur ne, motra dhe vëllezër, e njohëm dhe Zoti veproi në ne. Për çfarë arsye thotë ne rekomandojmë pikërisht, jo veten tonë, por atë që veprojnë në ne, që të keni çfarë t'ju përgjigjeni atyre që krenohen me dukje dhe jo me zemër. Do me thënë, në dukje, motra dhe vëllezër, aleluja, të perëndishëm, në zemër, motra dhe vëllezër, aleluja, asnjë lloj afrimiteti me Perëndinë. Dhe kjo është ndryshimi që Perëndia ka bërë në të zgjedhurit e vet, që ne të rekomandojmë Perëndinë, fuqinë e Perëndisë në jetën tonë. Ka ndryshuar karakterin tonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe njerëzit shohin një krijesë tjetër në ne. Shohin vërtet që kjo s'mund të ndodhë njerëzore, por fuqia e Perëndisë ka vepruar, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndinë. Sepse nëse ne nuk jemi në vete, shumë njerëz për atë çka ne flasim, motra dhe vëllezër, aleluja, thonë këta nuk janë në vete, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nëse ne thot nuk jemi në vete, jemi për Perëndinë. Jemi në vete për Perëndinë, pse? Sepse Perëndia është ai që veproi në ne. Dhe që jemi kështu, jemi për Perëndinë. Ju sini në vete, motra dhe vëllezër, aleluja. Shijojeni jetën. Si gjithë bota edhe ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe të vinë, të serviret gjithçka, nga I ligu, nga njerëzit që të rrethojnë, motra dhe vëllezër. Veprojnë. Ju sini në vete, vetëm Zoti, vetëm në kishë, vetëm në bashkësi me njëri tjetrin. Kjo është, motra dhe vëllezër, puna e Perëndisë për të krijuar një popull të zgjedhur, të veçantë për lavdi të Perëndisë. Ata ishin gjithmonë bashkë, mblidheshin bashkë, çdo gjë kishin të përbashkët. Shtëpi më shtëpi thyenin bukën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe njerëzit që I rrethonin, I shikonin si popull të shkëputur, më vete. Kjo ishte për lavdi të Perëndisë, vëllezër, aleluja. Ju sini në vete. Në vend që të dilni, të shikoni, të jetoni, juve adhuroni vetëm Perëndinë të mbyllur, motra dhe vëllezër, me njëri tjetrin, bashkë, nuk njihni asnjë gjë, nuk dini asnjë gjë. Dhe thot këtu, ne nuk jemi në vete, thot motra dhe vëllezër, aleluja, për ta, por jemi për Perëndinë. Në qoftë se jemi me mend, jemi për ju. Që ju që e doni Perëndinë, të shikoni vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, fuqinë e Perëndisë. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon.
Sepse kemi arritur në konkluzionin se në qoftë se një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur. Ky është konkluzioni që ne kemi arritur, motra dhe vëllezër, nga dashuria e Krishtit. Dashuria e Krishtit na shtrëngon. Jemi në dashurinë e Zotit, thot motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ne gëzohemi, kënaqemi me dashurinë e Krishtit. E shijojmë dashurinë e Zotit, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të Shaj. Dhe nga kjo, thotë, kemi arritur në konkluzionin se në qoftë se një ka vdekur për të gjithë, në qoftë se Jezus Krishti vdiq, motra dhe vëllezër, për të gjithë, që të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, të shpëtohen, mori mëkatin e të gjithëve që njerëzit të jetojnë, e falenderojmë Perëndinë. Të gjithë pra kanë vdekur. Nuk jetojnë, do me thënë, motra dhe vëllezër, aleluja, ma njerëzit që besojnë tek Perëndia. Dhe se ai ka vdekur për të gjithë me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre. Ky është qëllimi, vëllezër, lavdi e emrit të Shenjtë. Që këtë vepër që Zoti bëri, që Perëndia bëri në ne, motra dhe vëllezër, aleluja, ta shohin njerëzit që ne kemi vdekur për veten tonë dhe jetojmë për gjërat qiellore. Perëndia na thotë bijtë e Perëndisë. Bijtë e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, kanë një vepër për të bërë në tokë. Si bijtë të Perëndisë. Jeni qytetar qiellor, a dhe qytetaria jonë është qielli. Këte nuk mund të kuptojnë në dot njerëzit, motra dhe vëllezër, nëse Perëndia nuk ka vepruar në ta. Nëse nuk shohin, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të Shenjtë. Këtë ndryshim të madh. Ata që jetojnë, të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Të jetojmë tani, kjo është thirrja e të krishterëve, motra dhe vëllezër, për të krishterët. Që ata që jetojnë tani, të mos jetojnë me për veten e tyre, por të jetojnë për Krishtin dhe, motra dhe vëllezër, aleluja, për ringjalljen, për atë që vdiq dhe u ringjall. Jetojmë për një, motra dhe vëllezër, Zot të gjallë, që jeton midis nesh, jo vetëm vdiq dhe u kryqëzua, motra dhe vëllezër, aleluja, por që u kryqëzua, vdiq dhe u ringjall. Dhe ai është me ne. E falenderojmë Perëndin. Dhe ai vepron në ne. Dhe këtë vepër e shohin njerëzit, motra dhe vëllezër, në përditshmërinë tonë. Dhe nëse ne nuk kemi vdekur, motra dhe vëllezër, në mish me dëshirat tona dhe nuk jetojmë për Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ka asnjë vlerë çdo lloj gjëje që ne bëjmë. Nëse ne nuk jetojmë për të. Prandaj tash e tutje, ne nuk njohim askënd sipas mishit. Po edhe sikur ta kemi njohur Krishtin sipas mishit, nuk e njohim me ashtu. E falenderojmë Perëndin. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Nuk është me ajo krijesë që ishte më përpara. Nuk është me ai njeri që ishte më përpara, me dëshirat e tij, me kërkesat e tij, motra dhe vëllezër, aleluja. Por është një krijesë e re, me dëshirat të tjera, jeton, thot, për Jezus Krishtin, jeton për jetën e përjetshme, motra dhe vëllezër, jeton si qytetar qiellor, motra dhe vëllezër. Ky është i krishteri që fjala e Perëndisë na mëson, vëllezër, lavdi emrit të Shenjtë.
se si duhet të jetë. Dhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia që na pajtoi me veten përmes Jezus Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit. Shikoni me vëmendje vëllezër, aleluja. Dhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia që na pajtoi. Jemi pajtuar, motra dhe vëllezër, aleluja, me Perëndinë në përmjet Jezus Krishtit, që ne e pranuam, motra dhe vëllezër, këtë flijim, ne jemi pajtuar me Perëndinë. Sepse mëkatet tona na u falën, motra dhe vëllezër, në përmjet Jezus Krishtit në kryq të Golgotës. Dhe ne u pajtuam me Perëndinë. Dhe çdo ndryshim që shihni në jetën e të krishterit është vepër e Perëndisë, nuk është vepër njerëzore, motra dhe vëllezër. Pse? Sepse përderisa u pajtuam me Perëndinë, Perëndia vepron si bijë të Perëndisë, motra dhe vëllezër, në ne. Kjo është vepër që njerëzit duhet ta shohin. Ku janë bijtë e Perëndisë? Nga veprat, tha Zoti, do t'ju dallojnë që jeni të mitë. Nga veprat që ju bëni, nga ato që njerëzit do shohin në ju, atëre ata do të pranojnë, motra dhe vëllezër, që ju jeni ndryshe, jeni të mitë. Na pajtoi me veten përmes Jezus Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit. Edhe neve, motra dhe vëllezër, aleluja, na dha këtë shërbesë të gjithë të krishterët, shërbesën e pajtimit, që nëpërmjet nesh, nëpërmjet këtij flijimi që njerëzit do shohin në ne, të pajtohen me Perëndinë. Je Krishti, motra ime, aleluja, vlla im, në tokë. Do të përndiqesh, thot Jezus Krishti. Do të fyejnë, do të shajnë, do të kryqëzojnë. Këtë bën me mua. Do ta bëjnë edhe me ju. Kjo është shërbesa jonë që na është dhënë e pajtimit, thot motra dhe vëllezër, që njerëzit të pajtohen me Perëndinë. Duke parë këtë vepër në ne, motra dhe vëllezër, do t'i japin lavdi Perëndisë. Cilën vepër? Duke na fyer, duke na sharë, duke mos na pranuar, motra dhe vëllezër, aleluja, ata do të shohin një krijesë tjetër. Sepse kështu bënë në mua, tha Jezus Krishti, njerëzit. Kështu do të bëjnë edhe në ju. Kjo është shërbesë pajtimi. Jezus Krishti erdhi me këtë shërbesë, na pajtoi ne me Perëndinë, thot. E falenderojmë Perëndinë. Dhe ne jemi thirrur pikërisht për këtë shërbesë, të pajtohen njerëzit me Perëndinë. Lavdi e emrit të shenjtë. Duke u flijuar, motra dhe vëllezër, kjo vepër është flijim në mish. Nuk duhet të ekzistojë mishi, vëllezër, aleluja, por duhet të jetë një krijesë tjetër, një krijesë frymërore që Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, nëpërmjet frymës së shenjtë na ka dhënë. Aleluja. Sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin. Perëndia e pajtoi botën me veten nëpërmjet Jezus Krishtit. Duke mos u anumuruar njerëzve fajet e tyre dhe vuri ndër ne fjalën e pajtimit, motra dhe vëllezër, aleluja. Duke mos u llogaritur njerëzve fajet e tyre, motra dhe vëllezër, vuri në ne, thotë, fjalën e pajtimit. Ejani tek Zoti, pajtohuni me Perëndinë, motra dhe vëllezër. Pse? Sepse veprën Perëndia e bëri në kryq për faljen e fajeve tuaja. Kërkojeni Zotin dhe ai është afër. Trokisni dhe do t'ju hapet, motra dhe vëllezër. Kërkoni dhe do të gjeni.
Lavdi emri të shenjtë. Ne pra bëhemi lajmëtarë për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh. Ne bëhemi lajmëtarë të Krishtit, të kësaj vepre të Perëndisë, që bëri për të shpëtuar njerëzimi, motra dhe vëllezër, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh. Dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit, pajtohuni me Perëndin. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat. Sepse Perëndia bëri, thotë, atë që nuk kishte mëkat, motra dhe vëllezër, të ishte mëkat për ne, motra dhe vëllezër, aleluja, të merrte mëkatin tonë, i gjithë mëkati, thotë, motra dhe vëllezër, u mblodh në kryq të Golgotës, në ky person, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk njihte mëkat. E falender. Perëndia e bëri këtë vepër, motra dhe vëllezër, aleluja. Që ne, duke parë këtë flijim të Perëndisë, të shpëtohemi. Njeriu shpëtohet kur është pa mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe duke parë këtë vepër të Perëndisë, ne jemi pa mëkat, sepse e kemi pranuar Jezus Krishtin në jetën tonë. Mëkatet tona i mori ai në kryq, motra dhe vëllezër. Lavdi emri të shenjtë. Dhe ne tani jemi, motra dhe vëllezër, të shenjtë, sepse ai është i shenjtë. Lavdi Zotit. Pse vëlla të shenjtë jemi ne, të shenjtë janë njerëzit. Patjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse Krishti banon në ne, ne jemi të shenjtë. Kemi vdekur në mish, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe jetojmë për Zotin në frymë. Lavdi Perëndisë. Këta janë të zgjedhurit e Perëndisë, vëllezër, aleluja, që kanë vdekur në mish dhe jetojnë në frymë për Perëndinë tani. Që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në te. Që ne të jemi drejtësia e Perëndisë në te, thot motra dhe vëllezër, aleluja, në Jezus Krishtin. Duke parë jetën tonë, kjo është e drejtë, motra dhe vëllezër, që njeriu nëpërmjet këtij flijimi të ndryshojë, motra dhe vëllezër. Kjo është e drejtë në sytë e Perëndisë. Ai që ka njohur Krishtin, ecën me Krishtin, jeton për te, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo është drejtësia e Perëndisë, thot në ne. Lavdi emri të shenjtë. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vëllezër.